Draftë rregullore për varrim dhe mirëmbajtjen e varrezave të reja të Prizrenit në Landovic. Këtë takim hapi Ymer Berisha, i cili njoftoi lidhur me dokumentet që po diskutohen sot. Në këtë takim mori pjesë edhe drejtori Qeli Lamaj, drejtori i shërbimeve publike dhe stafi profesional i kësaj drejtorie. Deri më datën 20 maj pranohen edhe propozime të tjera. Drejtori Qeli Lamaj tha se sot kemi një draft rregullore dhe tashmë nevojat janë domosdoshmëri. Me ardhjen në qeveri kryetari Totaj dhe presim që gjatë këtij viti do të rregullohet. Pas shumë diskutimeve kemi ardhur deri në këtë ditë dhe besojmë që së shpejti do të gjejmë dhe kemi gjetur lokacionin e përshtatshëm. Lokacioni prej 55 hektarëve hapësirë të konsideruar. Me këtë rast apeloj edhe komunitetin fetar që sa më parë të ofrojë edhe sugjerimet e tyre për këtë draft rregullore, tha drejtori Lamaj. Ky dokument ka 10 ditë që është në faqen e komunës. Sot u majtë edhe një diskutim publik këtu me qytetarët dhe të gjitha ata të interesu. Normalisht se sot i kom prit bashkësitë fetare që jenë prezent, edhe pse materialin javë kena dërguna dhe në formën fizike. Ne mendojmë që pas kalimit në seancën, këtë seancë të asamblesë komunale dhe pas konfirmimit të ligjshmërisë, brenda 2 deri në 3 muaj duhet fillohet me varrezat e reja. Kjo do të thonë që muaj shtator apo eventualisht tetori duhet na gjej, do të thonë që qytetarët mund të i varrosin të afërmit e tyre në varrezat e reja në Landovic. Jo, ende nuk ka punime, pritet të kalojë kjo rregullore, është edhe një diskutim me partnerin, të cilët normalisht që i kena një obligim për shkak disa tarifave të cilët kur është bën një marrëveshje ka qenë diku afër para 10 vitesh, si ta bëjmë takimin me ta edhe të marrim ligjshmërinë, partneri do të fillojë, ai na ka garantuar që brenda 2 deri në 3 muaj afatit do të bëhet lokacioni i gatshëm për varrim. Besim kryeziu nga komuniteti protestant tha se nuk ka pasur njoftim lidhur me këtë draft rregullore. Besoj se ka qenë e udhës që me sjell e kemi këta dhe plus kësaj jam antar në KKSB. Do duhet të isha i njoftuar për to. Faleminderit. Drejtori Lamaj tha se besoj se do të keni mundësi plotësim për këtë. Qysh sot muna me thonë që edhe nëse duhet edhe një pjesë fizike të dokumentit t'ju ofrojmë, shkoni në drejtorinë e shërbimeve publike, aty është përparimi dhe javë siguroni material tillë. E besohet se edhe tashmë dhe kompania përfituese për këtë destinim do të japë maksimumin e mundshëm.